si kush është të fitu Keci, bashkë me argateve, me zërëj, me kejt halkat institucionale që nuk përna mbrojnë. Sot, në mënyrë arbitrare, në mënyrë jo legjitime, në mënyrë të njëanshme, bordi skandaloz i zyrës së rregullatorit për energji vendosi në emrin e qytetarëve të Republikës Kosovës pa i pyetur dhe pa i marrë konsiderat komentet e tyre. Ata sot nuk e përfaqësojnë dhe nuk janë atje për ta rregulluar aspektin energjetik në Kosovë, por janë atje për ta dëmtuar edhe më tutje standardin e qytetarëve të kësaj republike. Edhe njëherë, nga sheshi Zahir Pajaziti, ne ja qojmë një selam që këta qytetarë që janë sot këtu, ata që ishin me datën 5 prill dhe shumë mirat të tjerë, qindra mirat të tjerë, e kanë dhënë përgjigjen dhe përgjigja e tyre është e qartë. As një cent ma shumë! 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 Na i kërkum debat publik, në cilin do medium, në cilin do ditë, në cilin do datë, në cilin do orë, ata nuk thujnë kur përgjigje. Bile, edhe e majlin e gabun për e dërgun kërkesën për pjesëmarrje. Kjo është zëreja të dashur miq. Këta janë institucionet të cilat i përfaqësojnë interesat e qytetarëve të kësaj republike. Qytetarëve të varfër këtij vendi, po dojmë edhe pak më vështirësu jetën. E vallahi e billahi jo. Qytetarët kanë vendosur, thirrja është e përbashkët. Zoni qytetar nuk ka më qenë kur më i lart. As një cent më shumë! As një cent më shumë! Pas kësaj, ekspertët e grupit kanë filluar përgatitjen edhe të padisë. Natyrisht ne do të ndjekim edhe rrugë ligjore. Por derisa zërej të tërhiqet nga ky vendim skandaloz, më duhet t'ju them që fatkeqësisht zërejs, ne do të grumbullohemi përsëri, e përsëri, nëse është nevoja, do të bllokojmë çdo rrugë e çdo shesh deri në momentin e fundit, sepse qëllimi është i qartë, sepse qytetarët janë të qartë, sepse përgjigja është e qartë. As një cent ma shumë! As një cent ma shumë s'kemi Allahune! As një cent ma shumë! As një cent ma shumë! As një cent ma shumë! As një cent ma shumë, o hej! As një cent ma shumë, o hej! Vitin e kaluar ne kena blerë më 1 euro, sot e blen 100 euro. Po kush e beson këtë pallaki, përveç nëse je i korruptum, përveç nëse je organizatë kriminale. Kjo asnjë fjalë si edhe nuk do. Asnjë shëtësimo nuk kena me duru. Boll është boll, asnjë çon më shumë. Na pe provojmë vet, po importojmë vet. Veç si kush është të fitu Keci, bashkë me argateve, me zërëj, me kejt halkat institucionale që nuk përna mbrojnë. Boll është boll, asnjë cent ma shumë, asnjë cent ma shumë. Ne jemi 700.000, rreth 700.000 konsumator. Tarifa fikse e Kecit është për investime. Prandaj 700.000 konsumator paguajnë mesatarisht nga 2,5 për tarifën fikse që i bjen në muaj 1.750.000 euro e në vit 21 milion euro. Cilat janë investimet e mëdha të Kecit, do të na i tregon këtu. Ne e prodhojmë rrymen, kurse ata na e shesin neve. Prandaj kërkojmë nga këtu që distribucionit t'i kthehet Kekut, t'i kthehet publikës dhe republikës. Kërkesa ka qenë diku rreth 447 milion euro, mirë po pas vlerësimit të stafit, në këtë proces kemi orë në vlerën prej 435 milion euro, pas diskutimeve që kemi pas me gjitha palët e interesit, si që prezentua dhe nga ana e stafit zërëjës në këtë proces. Atëherë është për... Prej vitit 2020, ne ka nxjerrë qytetarëve
Atëherë konstatoj që me 5 vota për, asnjë kundër, aprovohet hyra e sigura maksimale për